Tensionet mes Rusisë dhe NATO-s kanë hyrë në një fazë të re alarmante pas incidentit të rëndë në Rumani, ku një dron rus goditi një ndërtesë banimi në qytetin Galati pranë kufirit me Ukrainën. Bukureshti reagoi menjëherë duke shpallur non grata konsullin e përgjithshëm rus, ndërsa Moska u përgjigj me tone kërcënuese duke paralajmëruar se kundërpërgjigjja nuk do të vonojë. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh në NATO dhe Bashkimin Evropian, pasi për herë të parë një sulm i tillë prek drejt për drejt territorin në një vendi antar të aleancës. A kemi hyrë në një fazë ku lufta në Ukrainë rrezikon që të përhapet përtej kufive të saj? Sa real është rreziku i një përballje direkte mes Rusisë dhe NATO-s për të analizuar zhvillimet dramatike të orëve të fundit dhe pasojat që mund të sjellin për sigurinë europiane dhe globale? Sonte ndajmë një bisedë me Arben Dashevcin, ekspert i sigurisë. Zoti Dashevci, kënaqësi që na bashkoheni online për të folur për këtë temë tepër shqetësuese. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta, i nderuar. Dëshiroj që ta nis pikërisht se sa serioz konsiderohet incidenti i dronit rus që goditi territorin rumun, një vend antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Padyshim se ky është incident serioz dhe do të mbetet si i tillë, sepse siç e thatë edhe ju, Rumania është antar i NATO-s. Aty janë edhe interceptorët e NATO-s praktikisht, ku monitorohet gjysma e Evropës për i Rumanisë, mu ashtu siç monitorohet edhe në Incirlik, por mu ashtu siç monitorohet edhe në Ramstein të Gjermanisë, ku është qendra kryesore. Po flasim për një shtet të NATO-s, incidenti është serioz, por unë shpresoj që ky incident do të jetë vetëm i momentit dhe nuk do të eskaloj, sepse nuk mund të eskaloj. Qasja ose retorika e Medvedev, nëse e keni ndëgjuar sot, dhe nëse e analizoni në aspektin e sigurisë, është 6 vite radhazi kjo retorike e Medvedevit, kur ka thënë edhe për Mbretërinë e Bashkuar që do ta zhdukim këtë ishullin, dhe çka jo tjetër në aspektin luftës hibride, luftë speciale kjo përpara, që është konvertuar në luftë hibride dhe nuk është ndalur kur Medvedev. Rusia është tepër e lodhur me luftën. Tu po flasim nderuar për 5 vite luftë gati. Çka do të thotë kjo në aspektin e sigurisë dhe të mbrojtjes? Kjo do të thotë një katastrofë në aspektin logjistik, në aspektin e resurseve humane, ku është veshja, mbrojtja, teknika, taktika, metodika e tyre, pra luftat molis, sepse kushton tepër shumë miliarda. Në një anë tjetër, si ka mundësi në aspektin praktik të anashkalohet një forcë më e madhe në botë që quhet NATO, ku 500.000 ushtarë mund të mbledhen mu ashtu kur të aktivizohet amandamenti i 5, do me thonë aty pas një pikë dyshimi, por edhe qasja e rrutes, ish kryeministri do me thonë Belgjikës, është tepër e madhe, është njëri të Holandës, ku ka qëndruar me një qeveri teknike 8 vite, para mendoni aftësinë e tij. Ky ka aftësi diplomatike dhe shpresoj që gjakrat vetëm se do të jetë siç e thash incident i momentit dhe nuk mund të ketë përshkallëzim, sepse përshkallëzimi është katastrofa më e madhe që mund të ndodhë establishmentit Putinit. E qartë, pikërisht për këtë dëshiroj që të pyes a mund të konsiderohet ky një provokim i drejtë për drejtë ndaj NATO-s, Bashkimit Evropian, apo thjesht siç po pretendon të paktën Kremlini deri një farë pike që deri më tani Bashkimi Evropian nuk ka ofruar asnjë provë për të vërtetuar që droni ishte rus dhe madje bëjnë edhe pretendime të tilla që droni është Ukrainas dhe sipas tyre Ukraina prej kohësh po kërkon që të fusë aleancën e NATO-s në një luftë me Rusinë. Po tash nëse bazohesh fakte duke pas parasysh që në mënyrë sistematike përcjell edhe aspektin e sigurisë globale, droni i fundit që ka rënë në dimnin e vitit 2025 ose edhe vitit 2024 dy herë, domethënë edhe një herë territorin e Moldavisë dhe të Rumanisë, herën e fundit ka qenë domethënë i Ukrainës me sa mbajnë mend unë. Pra, duhet të shishohen edhe ato hetimet për atë arsye, është kjo qasje shumë gentlemane ose diplomatike e sekretarit përgjithshëm Rute. Por a ka ndodhur, domethënë, incidente, a ka ndodhur provokime, po si jo, shiqojti vetëm shtetet baltike, Estoninë, Litvën dhe Litvanin, dhe mos ta përmend tash edhe Poloninë, në Finland kanë tentuar kysh në fillim, por dihet fare mirë
se çfarë mbrojtje gjithë përfshirëse ka Finlanda, ku gjithë banorët janë 1 për 1 dhe 1 për të gjithë, e kanë ndaluar, do të thonë i kanë mbyllur edhe kufinin kanë arritur ta mbrojtje, do të thonë do të ketë gjithë një provokime gjithashtu, po ka provokimet janë sporadike, por ajo çka është më e keqja që po mund të shohim tash, ato sulmet janë intensifikuar dhe tash, do të thonë, sulmohen edhe qarqet e civile, që është mjaft keq tash në këtë periudhë mas 5 viteve. E qartë, por çfarë mesazhi dha Rumania duke shpallur non grata konsullin rus në Bukuresht dhe duke dëbuar atë nga vendi, dhe sa shqetësuese janë deklaratat kërcënuese që vinë nga Moska pas këtij incidenti? Europianët nuk do ta bëjnë më gjumin e qetë, kërcënon Medvedev, nën president i Këshillit të Sigurisë të Rusisë. Çfarë do të thotë kjo? Po kur preket sovraniteti, do më thoni, një shteti, dhe nuk jepet asnjë qartësi e vetme, ose qohet në proteste, ose automatikisht i kërkohet me orë, 24 orë, 48 orë, 72 orë, që ta lëshoj vendin si formë proteste diplomatike dhe mbetet diplomatike. Kjo mbetet vetëm në diplomaci. Sa hapet, ashtu edhe mbyllet, por sa mbyllet, ashtu edhe hapet. Kemi shembuj të jashtëzakonshëm në gjitha vendet pothuajse të botës, kur kanë pasur konflikte, shihti vetëm përçarjet Pakistan-Indi, shihti atë kufi, që sa herë i ndrojnë ambasadorët, e mbyllin ambasadën, e hapin prap ambasadën, pra me ndërmjetësim, në këtë rast, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mendoj që gjakrat do të ftohen dhe ky establishment i Trumpit pak sa ka stagnuar, duke pas parasysh edhe problemin e Iranit, por unë mendoj që problemi i Ukrainës dhe Rusisë, që quhet luftë kushërir, po i vije koha edhe kësaj, sepse ajo drita e madhe tashmë, shumë e madhe e tunelit në Iran, tashmë po shihet i nderuar. Nuk ka këtu alternativë tjetër post tavolinë në Iran. Janë ato përçarje diplomatike, ftoft nxet, por nuk po luftohet, domethënë po arrihet në tavolinë diçka, do unë mendoj që radha është tash vetëm në Rusi dhe askund tjetër në botë përveç në Rusi. Dhe këto çka është diplomati rregullohen me diplomaci, por për shkallëzim është tepër problem të bëhet, sepse po e përsëris edhe një herë, nuk anashkalohet në ato ashlet në aspektin praktik. E qartë, pikërisht për këtë do të pyesja, ekziston rreziku që incidente të tilla apo provokime të tilla të Rusisë të aktivizojnë mekanizmat e mbrojtjes kolektive të NATO-s, pra atë të famshmin artikullin 5, pra që praktikisht do vendose edhe Shqipërinë në një luftë të drejtë për drejtë me Rusinë? Po padyshim se shteti ynë është antar i plot i NATO-s dhe kur të aktivizohet amandamenti 5 atë reagimit do të jetë i të gjithëve, por nuk mendoj, unë nuk e kam këtë mendim që do të vije kjo punë, sepse po flasim këtë për Rusinë, po flasim këtë për luftën e saj egër hibride që e bën gjithandej rrugëllit toksor ku i jepet mundësia, dezinformimi, propaganda, kërcënimet, sabotazhet e ndryshme siç ka ndodhur me gasjelljen në Baltik, në Norvegji ose në Suedi, janë pothuajse përditshmëri e Rusisë, por jo të 5 vite luftë praktike dhe ta zhvillosh ose ta përqendrosh tash luftën në gjitha pjesët e pothuajse të botës, është paksa jo reale në këtë kohë, në vitin 2026 dhe posaçërisht kur reagojnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po kanë qenë shumë produktive para një muaj e gjysmë, nëse e mbanin mend, dhe kanë arritur edhe takime, kanë arritur parafrime, kanë arritur domethënë biseda, po unë mendoj që në atë fundin e luftës jipen ato më të mëdha, domethënë ato hudhen ato sulme më të mëdha që gjithë secili të përfitojë diçka në tavolinë, sepse pas çdo lufte vije biseda, dhe unë mendoj që bisedës po i vije radha. Dhe kush tash të marrë diçka, po edhe 100 metra nëse i merr më shumë territor, do të përfiton të Rusia, sepse ju po e dini se qasja e saj është vetëm territoriale dhe paramendoni është luftë kushërinjesh. Por pse rajoni detit të zi dhe kufit lindor të NATO-s po bën gjithnjë e më të nxehtë, dhe nga ana tjetër sa e përgatitur është Europa sot
përballë një përshkallëzimi të mundshëm ushtarak me Rusinë. Megjitha, ne shqiptarët në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Lufta sa i përket Evropës, Evropa është ka zbaton preventivën e saj që 3 vite të plota. Vetëm ti shi fjalimet e kancelarit Merz dhe ai që do ta kuptoj, ai do ta kuptoj vetëm kancelarin Merz. Ai ka thënë se Evropa nuk gjendet në luftë, por ne as në paqe nuk jemi. Andaj ne po bëjmë preventiv. Shihti Suedin ku bëjnë trajnime çdo 2 ose 3 muaj, ku gjithë secili prej qytetarit e din se ku ka vendin e vet, e din se ka strehimorja e tij ku është, pra po bëhet vetëm një preventiv. Po gjithë secili po investon në ushtri, shih Gjermaninë ku gjitha pothuajse shumë fabrika, domethënë që ka qenë të automjeteve, llogore ndryshme, po aty po prodhohen tashmë armë dhe ashtu siç ka thënë edhe kancelari Merz, Gjermania në vitin 2030 nuk do të njihet më si Gjermania e tashme. Domethënë nuk do të ngjasoj më Gjermanisë të tashme. Andaj unë mendoj që një Evropë e fortë është një Shqipëri e fortë, një Evropë e fortë. Pa dyshim se është një Kosovë e fortë, sepse ne e kemi pothuajse tërë Evropën këtu, edhe me NATO. Edhe monitorohemi shumë nga Bashkimi Evropian dhe për sa forcohet Evropa, e fortë është Shqipëria dhe e fortë është Kosova, sepse kjo është fakti pa kontestueshëm. Ne kemi këtu shteti jam është në NATO, shteti jam e ka në kushtetutën e saj që i mbron gjithë shqiptarët kudo që janë, dhe ajo që ka është më e mira në aspektin e mbrojtjes, nuk është shumë kilometra larg nga shtëpia jonë këtu në Kosovë, Kuqova. Dhe këto janë këtë ato çështjet praktike që i përmend me thjeshtësinë më të madhe që po mundem për qytetarin, sepse këto janë gjitha faktike. Ne po zhvillojmë një ushtri ku do të shkojnë Gaza dhe këta ka kërkuar aleati strategjik. Trajnohemi me shtetin am, trajnohemi me Kroacinë dhe me shtete demokratike për çka? Vetëm për mbrojtje dhe preventiv. Atë çka po e bën Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Franca ose larg atje, Estonia ose Suedia, po e bën edhe Republika e Kosovës, po edhe Republika e Shqipërisë, gjithmonë me partnerë strategjik dhe gjithmonë po e përsëris vetëm për mbrojtje as si për sulm, sepse nuk mund ta gjensh askund në historinë e popullit shqiptar që shqiptari e ka sulmuar ndonjë shtet tjetër. Ne praktikisht është e kundërta. Ne gjithmonë jemi sulmuar dhe asnjëherë nuk e kemi sulmuar askund, por mbrojtja tash do të jetë pothuajse e çelikt, sepse kemi avancuar shumë, jemi shtet i ri sa i përket Kosovës, por me ndihmën e shtetit am që është në NATO dhe me ndihmën e partnerëve strategjik, po me hapa shumë dhe po përparojmë, sepse nuk po flasim më për vitet e 90-ta ku një Kalashnikov ka pas rol, jo, tash ka rol teknologjia, tash ka rol droni, tash ka rol ajri, uji dhe toka, por me kapacitete tërësisht të tjera që nuk mund t'i paramendonte mendje njeriut në vitet e 90-ta. Paramendoni vetëm një shembull, po e përmend dhe po e përfundoj, tenku po kalon në analet e historisë. Dhe kjo i tregon të gjitha. Kur vitet e 90-ta, tenku ka qenë ai që ka qenë shkatrimtari, kurse tash një Javelin e kryen punën e saj me tenk dhe kjo është avancimi i shpejt. Ta arsyektoj fjalën time, domethënë, kjo është avancimi i shpejt, por gjithmonë për mbrojtje dhe këtë duhet ta përsërisim gjithmonë sepse jemi shtet pastor, por edhe demokratik, por mbrojtjen e bëjmë së bashku me partnerët strategjik. Fatmirësisht kemi edhe Amerikën në Kosovë, kemi edhe NATO në Kosovë, por përpara se të kalojmë tek pyetja e radhës, zoti Dashevsi, do t'ju ftoja që dëgjojmë gjithë së bashku këtë deklaratë kryeministrit Albin Kurti lidhur me situatën e sigurisë në Kosovë. Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re e specializuar, moderne dhe disiplinuar është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës. Gjandarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijes kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës,
operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike. Modeli i gjandarmerisë është praktike dëshmuar evropiane. Jo më kote përqendrova bisedën pikërisht tu, tek hallet tona, sepse qeveria e Kosovës po lëviz në fakt shpejt për të formuar gjandarmerinë e saj, siç thekson kryeministri, për të ruajtur kufi që kërcënohen nga Serbia dhe paramilitarët e saj. Ju si ekspert sigurie, si e shikoni këtë lëvizje? Kjo është një nismë briljante. Kjo është një nismë mjaft e mirë. Dhe tash në kohë fushatas, unë kisha dëshiruar që të jetë programi gjitha partive politike pa anuar për askënd, sepse nuk do të anoj për askënd asnjëherë. Por le të jetë kjo në programin e tyre, le të jetë ky modaliteti më i mirë i tyre, se kush po e krijon më mirë dhe cilat shembujt po miren, sepse zhandarmëri në Evropë ka gjithandej. Po e përmend vetëm tradicionalen që është më e vjetra dhe që ka qëndruar në Republikën e Kosovës 17 vite. Flasim për zhandarmërinë franceze, por mos harrojmë se e ke portugeze, e ke mbretërisë e Holandës, e ke portugalisë që për aspektin tim është më e mira dhe më e avancuara në aspektin policoro ushtarak, dhe jo ushtarako policor, po policoro ushtarak. Dhe e ke më të madhe në planetin tokë, që është zhandarmëria, domethënë, e Turqisë, që është më luftarakja me territor më të madh, domethënë, edhe ka me kurdët atje, por edhe ka Iraku, edhe ka Siria dhe edhe ka Irani. Gjithë formën rurale mbulon zhandarmëria. Çka është zhandarmëria, shtrohet pyetja. Çka e dallon zhandarmërinë prej policisë? E dallon prej policisë sepse mjetet që i ka janë specifike dhe dallojnë prej policisë. Trajnimet janë intensive dhe jo periodike. Disiplina është strikt ushtarake dhe asesi tjetër. Teknika e tyre është e rëndë, nuk është formë policore që do me thonë për qendra urbane, por është do me thonë fort e cila mund t'i gjesh vetëm në vendet rurale, shembull konkret front, nuk mund t'a gjesh ti një zhandarmëri nëse ka 10.000 banor. Pra, ata gjenden aty ku ka 10.000 banor. Janë në 3 vende specifike që kanë 20.000 banor dhe mund gjendësh 3 departamentet zhandarmërisë, por vetëm në vende rurale ku luftohet terrorizmi, krimi i organizuar dhe çka jo tjetër në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes, sepse në një formë e zëvendëson ushtrinë, në një formë e zëvendëson policinë që duhet ta ketë ligjin e vet. Musi e ka AKI, musi e ka policia, ushtria ose inspektorati policisë të Kosovës, ku as secili nuk i pengon njëri tjetrit, por bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ashtu siç e ka obligative AKI të bashkëpunojnë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me inspektoratin policor, me ushtrinë e Kosovës dhe anacjeltat. Do të jetë demokratike, do të kenë të drejta aplikojnë gjithë secili, pa marrë parasysh ratën etnin dhe ngjyrën, mu ashtu siç aplikojnë në ushtri, në inspektorat, por edhe në polici. Pra, do të jetë shumë demokratike, por këtu duhet shiqohen modalitetet. Mund të them që nuk është edhe dëshirore i nderuar Xhevaher, sepse përmendet që nga viti 2019, 2021 është përmendur shumë, por tash është edhe iniciativë, po miren format e para për krim. Nuk po them se kjo krijohet për 10 ditë, është dëshirore nëse them unë ashtu, por në aspektin faktik, ty të nevojitet një ligj, ai ligj duhet të ratifikohet në parlament. Pastaj janë edhe modalitetet tjera kur ti duhet konsultosh edhe me ekspertë ndërkombëtar, me partnerë strategjik, se ku po e merr modelin më të mirë, apo e merr modelin e tradicionales që është franceze, apo e merr edhe modelin italian, sepse karabinieri është xhandar, por në gjuhën e tyre është karabinier, edhe forcat edhe guarda di financa, domethënë, janë nga ushtria, por miren me krim të organizuar. Në format ndryshme e kanë epitetin e emnit të ndryshëm, në tradicionalja quhet zhandarmëri, por sipas mendimit tim, nëse mirret modeli portugez, që është policoro ushtarake, dhe jo ushtarako policore, por disiplinën e ka ushtarake, dhe qëndron
përfundi ministrisë ose nën kompetencat e Ministrisë Punëve të Brendshme do të ishte fare mirë dhe sepse do të aplikonin ata që duhet të aplikojnë, meritokracia duhet shiqohet këtu strikt, sepse po flasim për një disiplinë krejt tjetër, po flasim këtu për helikopter, për mjete të rënda, ajër, ujë, tokë, dhe këtu ka, do me thonë, edhe detyrat janë tjera, janë specifike, ndryshojnë për ato policore civile, pe rasteve, këtu reagon gjithandej ka është ruralja në departamente ndryshme, dhe unë shpresoj që do të bëhet vetëm realitet, por letjet, po e përsëris edhe njerë me të kas, letjet program i të gjitha partive politike dhe ai që ka programin më të mirë, ai edhe let fitoj, sepse do të jetë në dobi qytetarëve të Republikës Kosovës. E qartë. Por duke qëndruar paksa tek qëndrimet fakte ndërkombëtarëve, si e vlerësoni atë qëndrimin e Amerikës për xhandarmerinë të raportuar nga Radio Evropa e Lirë? Presim që plani i qeverisë për xhandarmerinë të jetë në përputhje me zotimet për ruajtjen e paqes, thuhet. Çfarë mund të kuptojmë ne nga kjo? Duke pas parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri strategjik i Republikës Kosovës, duke pas parasysh që ushtria e Kosovës do të marrë pjesë në Gaza, atëherë besueshmëria e Amerikës për shqiptarët këtë rast, për Shqipërinë që do të merr pjesë gjithashtu dhe për Republikën e Kosovës është 100%. Normalisht që zotimet duhet të mbahen dhe duhet garantohet paqja, por a nuk është garantuar paqja këtu në Republikën e Kosovës për të gjithë qytetarët pa dallim? Ti nuk e ke asnjë incident etnik në këto pjesë problematike afër kufirit që i kem me Serbinë, sepse qasja e tyre, lufta e egër hibride, dezinformatat, propaganda, tash ndërhyrja në zgjedhje, ku nuk ndalen, domethënë, me kërcënime, me dezinformata, sepse e kanë për qëllim të brendshëm, e kanë që ta shvendosin vëmendjen. Ne kemi NATO-n këtu, unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur e suportojnë edhe policinë, edhe ushtrinë dhe institucionet, unë mendoj që nuk do të ketë problem, se ligji do ta përcaktoj që nuk do të ketë problem për asnjë njeri, domethënë, për asnjë qytetar, për asnjë bashkësi tjetër fetare, ngjyrë, racë ose etnie. Në qartë. Shpresojmë që qeveria e Kosovës, cila do që dalë nga zgjedhjet e 7 qershorit të marrë në konsiderat dhe të njësoj apo të konsultohet me faktorin ndërkombëtar për krijimin e xhandarmerisë, sepse vërtet i duhet Kosovës. Por nga ana tjetër, zoti Dashevci, fatkeqësisht kemi një fshinj që vazhdon të sillet si armik dhe na kërcënon me armë serbe, ruse, kineze, iraniane dhe madje izraelite. Në muajt në vijim do të kemi edhe më shumë provokime nga Beogradi? Po, më lejo vetëm të lutem që të bashkangjitim pyetjes para fundit, pa koordinim, bashkëveprim dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Mbretërinë e Bashkuar posaçërisht, dhe pastaj me partnerët strategjik Bashkimit Evropian, nuk ka mundësi të realizohet asgjë. Duhet të jetë bashkëpunimi 100% dhe të respektohet atë çka thot partneri ose aleati strategjik. Në anën tjetër, destruktiviteti i Serbisë vazhdon. Shihti qasjen e Vullinit, shi qasjen e këtij establishmenti politik atje, shi qasjen e atij presidenti kur thot se po presim sa të herë është, tashmë më duket se është e 9-ta herë që e përsërit se po presim ato ndryshimet geopolitike, geostrategjike, domethënë luan rolin e viktimizuesit, kërcënuesit, pastaj paqedarësit dhe për një herë kalon prapë në kërcënues, dhe nuk ka domethënë reagim të bashkësisë ndërkombëtare, sepse nëse ndëgjon atë, të gjitha të drejtat e minoriteteve në Republikën e Kosovës po shkelin. Dhe vërteta qëndron absolutisht krejt ndryshe, sepse ne monitorohemi nga shumë ambasada, kemi misionet Bashkimit Evropian dhe nuk i reagon askush domethënë në propagandën e tij, sepse në fakt kur nuk ke ti asnjë incident etnik mes etnive, sepse Kosova është shtet multietnik, kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu do të jetë. Atëherë këti po i mbet tash vendos vëmendjen, sepse protestat këti kur nuk ju kanë dalë, që nga 24 tetori 2024, ja kanë kaluar shtatë edhe protestës së 14 tetorit viti 2000, kur u rrëzua kasapi Ballkanit dhe shkoi atje domethënë për në Hag. Ne duhet të presim në vazhdimsi për sa nuk na njeh ky shtet, dhe për sa na ka në kushtetutën e tij si pjesë përbërëse të tyre, duke pas parasysh që ne jemi shtet i pavarur dhe sovran,
dhe kemi vullën e artë të GND-s, ne duhet të pajtohemi me këtë luftën hibride dhe të ballafaqohemi kundër saj vetëm me të vërtetën e pakontestueshme dhe që të kemi vigjilencë në 24 orë dhe 7 ditë javës, posaçërisht i nderuar Gjevahir tash para zgjedhjeve. E qartë. Zoti Dashevsi, të falenderoj shumë për analizën tuaj, që është shumë e vyer dhe mirëpritur gjithmonë në A2 CNN, dhe shpresojmë që realiteti i nesërm dhe i gjeopolitikës dhe veçanërisht i sigurisë pranë kufive të Kosovës të ketë edhe garancinë e mbrojtjes nga Gjandarmeria e Kosovës. Të falenderoj. Të falenderoj ty, punë të mbarë, të dëshiroj nderuar, natën e mirë.